وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فدشim të gjitha lavdërimet, hamdet, të gjitha adhurimet I takojnë vetëm Allahut subhanahu wa taala. Vetëm atë e adhurojmë, vetëm atij I kërkojmë ndihmë dhe strehim, vetëm atij ja kërkojmë udhëzimin në rrugën e drejtë, atij I kërkojmë falje për gjitha gjunafet tona, të metat dhe mangësitë tona, dhe lutim që me mëshirën e Tij, me bujarinë e Tij, të na mbulojë ato dhe të mos I bëj shkak që ne të largohemi dhe lidhjet tona me Allahun azza wa jall të zbehen dhe të ftohen. Lut Allahun subhanahu wa taala që të na udhëzojë në rrugën e drejtë, të na mësojë fen e mrekullueshme të cilën ai adhuroi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Të na mësojë atë sa më mirë dhe të na mundsojë që ta zbatojmë atë në çdo çast të jetës tonë. Vetëm në këtë mënyrë, pra vetëm me ndihmën e Allahut subhanahu wa taala dhe udhëzimin e Tij, shpresojmë që të udhëzohemi në rrugën e drejtë dhe shpresojmë që Allahu subhanahu wa taala të na jap atë që ne shpresojmë në dynja dhe në ahiret. Nuk ka dyshim se I vetmi që meriton adhurimin e plot është Allahu subhanahu wa taala, është I vetmi që meriton adhurimin dhe askush nuk meriton të adhurohet dhe përkushtohesh vetëse Allahu azza wa jall. Ne dëshmojmë për këtë dhe shpresojmë që me këtë dëshmi të fitojmë shpërblime të mëdha tek Allahu subhanahu wa taala dhe të jemi mes robërve të Tij që I ka zgjedhur për të qenë adhurues të Tij të sinqertë. Dëshmojmë gjithashtu se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është I dërguar I Zotit dhe vetëm nëpërmjet mësimeve të Tij dhe porosive të Tij ne gjejmë rrugën e drejtë. Sepse Allahu subhanahu wa taala e dërgoi këtë profet me fenë plot, me Islamin, me fenë më të mrekullueshme, me fenë më të thjeshtë, më të lehtë, fe e cila nuk le mënjan asnjë prej aspekteve të jetës. Fe e cila nuk është vetëm diçka shpirtërore, e cila besohet në zemër, por është diçka praktike, e cila interpretohet në jetën e kësaj dynjaje dhe lë gjurmë në veprat dhe jetën e njeriut. Pra kjo është një fe e plot, e cila përfshin të gjitha aspektet e jetës, prandaj ne sipas kësaj feje jetojmë dhe sipas porosive të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ne mundohemi të ndërtojmë jetën tonë. Padyshim që Islamin e ka bërë Allahu subhanahu wa taala fen më të plot, fen më të thjeshtë. Ndryshe nga shumë besime para tij, të cilat karakterizoheshin shpeshherë edhe nga dispozita të cilat jepeshin në formë dëshkimore për gjunafet e atij populli. Por për këtë popull Allahu subhanahu wa taala ka zgjedhur fen më të mirë, më të thjeshtë dhe më të lehtë dhe më të bukur. E pra falënderimi tek Allahu subhanahu wa taala për këtë fe madhështore që na dhuroi dhe lutim që të na mësojë sa më shumë për kësaj feje dhe të na ndihmojë që ta zbatojmë sa më mirë, që ai të kënaqet për ne në dynja dhe në ahiret. Nuk ka dyshim se nga lutjet më të shpeshta që bënte profeti sallallahu alaihi wasallam gjatë ditës dhe natës së tij janë dhe një pjesë ajetesh kuranore që ai lexonte vazhdimisht. Sigurisht është ajeti Kursi apo dy ajetet e fundit të surës Bekare apo surja, domethënë el-Muawwidhat, ato që quhen el-Muawwidhat, pra mbrojtësit, ruajtësit që janë Kul huwallahu feleku dhe Nas, pra këto tre suret e fundit të Kuranit. E tjerë sure ose ajete nga Kurani, të cilat shërbenin si mbrojtje dhe si strehim që profeti sallallahu alaihi wasallam e përdorte, sigurisht me porosin nga Allahu azza wa jall. Sot do të qëndrojmë tek dy ajetet e fundit të surës Bekara. Kemi përmendur në emisionet e kaluara një hadith nga profeti sallallahu alaihi wasallam në të cilin ai na tregon se tek profeti sallallahu alaihi wasallam ishte Gjibrili alayhis salam dhe dëgjohet një zhurmë dhe Gjibrili alayhis salam e pyet profetin sallallahu alaihi wasallam: "A di se çfarë është kjo zhurmë?"
pastaj I tregon se ajo është një portë që është hapur, pra nga portat e qiellit, që është hapur vetëm në atë moment dhe kur nuk ishte hapur më përpara dhe kur nuk do të hapej më vonë, dhe zbriti një melek I veçantë me një porosi të veçantë për të shkuar tek profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe ai zbriti me 2 drita nga Allahu azza wa jall. 2 drita të cilat nuk I janë dhënë askujt për profetëve që kanë kaluar, por vetëm se profetit sallallahu alaihi wasallam. Pra askush nga ummetet nuk e ka pasur këtë mirësi që do t'i jepet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ato 2 drita ishin surja Fatiha, pra ajo që lexojmë në namaz vazhdimisht, dhe 2 ajetet e fundit të surës Baqara. Dhe I thot meleku që gëzohu për këto 2 drita që t'u dhanë ty dhe si janë dhënë askujt para teje I dërguar I Zotit, dhe nuk e për të lexuar në një gërm për këtyre ajeteve dhe këtyre, domethënë ajete të shpallura nga Allahu subhanahu wa taala që mos të jepësh shpërblimin tyre. Pra çdo ajet që do të lexosh, çdo gërm që do të lexosh për tyre ka për të dhënë shpërblimin e saj dhe ajo çka ti kërkon nëpërmjet këtyre ajeteve. Sigurisht që sura Fatiha kemi folur në emisionet e kaluara për kuptimin e saj dhe për lutjet madhështore që gjenden brenda saj. Padyshim që kërkon dhe të qëndrojmë pak edhe këto 2 ajete pra të surës Baqara, ajetet e fundit, që vërtet ato përmbajnë brenda tyre kuptime madhështore. Pra për çdo fjalë, për çdo lutje që ndodhet brenda këtyre ajeteve, Allah subhanahu wa taala, sikur është transmetuar në hadithe të tjera, ka thënë e bëra e pranova. Pra domethënë laqad fa'alt, e bëra dhe e pranova, domethënë atë çka ju luteni nëpërmjet këtyre 2 ajeteve. Po çfarë kuptimi kanë këto 2 ajete? Sigurisht për dobinë e këtyre 2 ajeteve, sikurse ishte edhe ky hadith që përmendëm, janë si edhe hadithe të tjera, mes tyre është hadithi që transmeton Imam Buhariu, Allahu mëshiroft, ku thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë men qara'a hatayn al-ayatayn min akhir surati al-Baqara fi laylatin kafatahu. Pra, thot profeti alaihi salam, ai që lexon këto 2 ajete të fundit të surës Baqara gjatë në një natë, domethënë, atij I mjaftojnë ato. Pra ato janë më se të mjaftueshme. Por çfarë kuptimi ka fjala I mjaftojnë ato? Pra nëse dikush lexon këto 2 ajete në mbrëmje, I mjaftojnë ato, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Për këtë pyetje, Imam Nawawi, Allahu mëshiroft, ka thënë që dietarët kanë dhënë mendime të ndryshme për sa I përket fjalës ato I mjaftojnë. I mjaftojnë në çfarë ose në çfarë aspekti të drejtimi. Disa thonë që I mjaftojnë ato 2 ajete për ta ruajtur robin nga të gjitha rreziqet që I kanosen gjatë asaj nate. Qofshin ato rreziqe sikurse kemi përmendur që vijnë brenda nesh, pra rreziqe që na kanosen për shkak të gjunafeve tona, qoftë rreziqe që janë jashtë nesh, pra për kafsh apo ose për krijesa ose për sëmundje apo çfarë do qoftë, për rreziqeve që I kanosen robit gjatë natës. Pra I mjaftojnë këto 2 ajete për ta ruajtur nga të gjitha rreziqet gjatë asaj nate. Ndërsa disa të tjerë thonë, I mjaftojnë ato 2 ajete për të shkruajtur sikur ka falur namaz nate, pra sikur është falur gjithë natën. Ato 2 ajete nëse ai lexon, I mjaftojnë si shpërblim, tamam sikur do të falej gjatë gjithë natës. Megjithatë, thot Imam Nawawi, ka mundësi që këto të jenë të dyja për bazë dhe padyshim bujaria e Allahut subhanahu wa taala shumë më e madhe se sa të kufizohet në diçka. Megjithatë, padyshim që nuk është thjesht vetëm leximi I këtyre 2 ajeteve, por sa ato përmbajnë kuptime madhështore brenda tyre që duhet secili nga ne të meditojë dhe të jetojë sipas tyre. Le të fillojmë pra të flasim rreth këtyre ajeteve për të përfituar nga urtësitë që fshihen brenda tyre dhe lutem Allahun azza wa jall që të na bëjë për atyre që I kuptojnë dhe jetojnë sipas tyre. Thot Allahu subhanahu wa taala në fillim të këtyre ajeteve: "Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun." E besoi I dërguar I Zotit atë që ju shpall atij dhe po kështu edhe besimtarët. Pra fillimisht kemi të bëjmë me një fjali dëftore, pra një fjali e cila na dëfton, na tregon se profeti I Zotit e besoi atë që ju shpall prej Zotit të tij. Dhe ai që shpallur prej Allahut subhanahu wa taala janë ose lajme, të cilat dhe njoftime të cilat duhet të pranohen si të vërteta të sakta, dhe ne duhet pranojmë që çdo gjë që ka thënë Allahu subhanahu wa taala në librin e tij dhe e ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam në hadith të saktë, prej lajmeve, njoftimeve, qofshin njoftime të kaluara apo ato që do të ndodhin më vonë, të gjitha janë të sakta, janë të padiskutueshme, të vërteta. Prandaj ne I pranojmë si të tilla. Dhe këtu bëjmë pjesë gjithçka
që ka njoftuar Zoti subhanahu wa taala. Qofshin nga historitë e popujve që shkuan me profetët e tyre dhe me besimin ose me mosbesimin e tyre, qofshin ato që do ndodhin më vonë, që në momentin e vdekjes apo ditën e ringjalljes, llogarinë me drejtësi, xhenetin, xhehenemin, të gjitha çka i njoftuar Zoti subhanahu wa taala dhe profeti sallallahu alaihi wasallam janë të vërteta dhe ne i besojmë se të tilla. Kjo është njëra anë ose njëri aspekt i asaj që ka shpallur Allahu subhanahu wa taala dhe të cilën e besoi profeti dhe besimtarët. Dhe që Zoti xhaleshanu po na i dëfton, po na i tregon në këtë jetë kuranor për të përfituar nga këto dy drita që vërtet janë ndriçuese të zemrës së besimtarit dhe ndriçojnë rrugën dhe jetën e tij. Pra fillimisht ne besojmë gjithçka që ka shpallur Allahu subhanahu wa taala për lajmeve. Së dyti, Allahu subhanahu wa taala ka zbritur dispozita, rregulla, ka zbritur urdhëresa dhe ka vendosur ndalesa, ka vendosur kufi të cilët nuk duhet kalohen dhe nuk duhet shkelen. E pra profeti sallallahu alaihi wasallam i besoi këto urdhëresa dhe ndalesa dhe këto kufi që ka vendosur Zoti dhe i ruajti ato. Dhe u mundua që t'i jap shembullin më të mrekullueshëm, më të plot për të treguar se si duhet të besohet tek Allahu subhanahu wa taala dhe si duhet jetohet sipas urdhëresave dhe ndalesave të tij. Pra, vërtet profeti sallallahu alaihi wasallam dha shembullin më të mirë dhe i arriti qëllimin dhe Zoti subhanahu wa taala e ngriti në gradën më të lartë që mund të ngrihet dikush, në gradën e adhuruesit të sinqert. Pra, të atij që quhet Abdullahi wa Rasuluhu, robi i Allahut dhe i dërguari i tij. Ai dha shembull më të lartë se si adhurohet Zoti subhanahu wa taala nëpërmjet urdhëresave dhe ndalesave. Urdhëresat mundohemi të zbatojmë korrektësisht siç ka thënë Zoti subhanahu wa taala dhe siç na ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam. Por duke qenë gjithashtu me një kusht tjetër, të sinqert dhe duke kërkuar kënaqësinë e Zotit, vetëm duke i shprehur atij dashurinë tonë, shpresën për shpërblimin e tij, madhërimin dhe frikë respektin që kemi ndaj Allahut azza wa xal. Po kështu dhe ndalesat e Zotit subhanahu wa taala, u largohemi atyre sepse ne respektojmë madhështinë e Zotit tonë subhanahu wa taala. Ne respektojmë urdhëresat e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe mundohemi që edhe në ato raste kur ne gabojmë dhe e kalojmë kufirin që ka vendosur Zoti subhanahu wa taala, të kërkojmë falje dhe të kthehemi të penduar dhe të përkushtuar tek Zoti xhaleshanu. E pra, profeti sallallahu alaihi wasallam dhe ata që vërtet besuan dhe ndoqën rrugën e tij, i besuan të gjitha këto që u shpallën nga Allahu subhanahu wa taala. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi. Pra, Allahu subhanahu wa taala pasi na tregon fillimisht që profeti dhe ata që besuan sinqerisht rrugën e tij, besuan atë që shpalli Zoti, vijon të përmend imtësisht dhe në mënyrë të hollësishme ato çka ata besuan. Duke thënë kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Të gjithë besuan në Allahun, engjëjt e tij, librat e tij dhe dërguarit e tij. Pra, i përmend Allahu subhanahu wa taala imtësisht kushtet e imanit. Pra këto ajete përmbajnë themelin e besimit të çdo muslimani. Janë kushtet e imanit përmendura në të. Pra besuan të gjithë besuan Allahun subhanahu wa taala. E besuan ashtu si duhet besuar dhe jo duke shtremëruar të besim dhe duke trilluar për Allahun azza wa xal gjërat pa vërteta. Allahu subhanahu wa taala është i vetëm në çdo aspekt, i vetëm në rububien e tij, pra në faktin që është krijues, sundues, furnizuesi i të gjitha krijesave, ai përkujdeset për to, ai ka të gjitha çështjet në dynja dhe në ahiret dhe askush nuk mund të veprojë në këtë gjithësi pa lejen e Allahut azza wa xal. Vetëm ai është vendos ligje dhe merr në përgjegjësi. Ai zbret ligjin që duhet zbatuar ndër krijesa, të gjithë janë të detyruar të qëndrojnë atë ligj besnik dhe do të merren përgjegjësi për atë ligj. E kanë zbatuar ose jo. Dhe do të shpërblehen ose ndëshkohen sipas asaj që kanë paraqitur. Allahu subhanahu wa taala është ai që meriton adhurimin. Të gjithë duhet të dedikojnë atij adhurimet. Ai për këtë i krijoi krijesat. Pra e besuan Allahun subhanahu wa taala si një të vetëm në aspektin e rububies, pra të krijimit dhe sundimit, në aspektin e uluhies, pra të adhurimit sinqerisht, domethënë vetëm të tij dhe të askujt tjetër, dhe besuan në aspektin e përshkrimit të tij me emrat dhe cilësitë e mrekullueshme me të cilat ai është përshkruar dhe emërtuar. Emrat të cilat ai ka sqaruar në librin e tij, në traditën e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe na ka mësuar gjithçka që ka lidhje me ta. Pra e besuan Allahun subhanahu wa taala ashtu si duhet besuar, duke mos shoqëruar asnjë shok në asnjë aspekt që u përmend. Së dyta ata besuan me laiket. Besuan me laiket e Zotit subhanahu wa taala. Besuan pra që ka krijesa që quhen me laike,
të cilat Zoti subhanahu wa taala ka krijuar prej drite, dhe ata janë ngarkuar me detyra të përcaktuara nga Allahu subhanahu wa taala, ata kurse si nuk e thyen urdhrin e Allahut subhanahu wa taala, nuk kanë me lajke të këqij dhe me lajke të mirë. Të gjithë me lajket janë të mirë, janë të nështruar. Janë ibadullahi mukramun, pra janë robërit e Allahut të nderuar, besnik. Askush prej tyre nuk tradhton urdhrin e Allahut subhanahu wa taala, ndryshe nga shpretendojnë të mashtruarit dhe të devijuarit. Pra me lajket janë krijesa që zbatojnë urdhat e Zotit, kanë detyra të ndara të përcaktuara nga Allahu subhanahu wa taala, të shpjeguara këto në librat e besimit për të akides së muslimanit. Pra muslimani duhet patjetër që të mësojë këtë besim, të mësojë se si besohet në Allahun subhanahu wa taala, si besojnë me lajket, dhe vijon Allahu subhanahu wa taala besuan dhe librat e tij. Pra kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Pra besuan të gjitha shpalljet e Zotit subhanahu wa taala. Ata dinë shumë mirë që Allahu subhanahu wa taala nuk i krijoi kot, por se i krijoi me një qëllim të caktuar dhe me një plan madhështor. Pjesë e këtij plani janë dhe këta njerëz, këto krijesa të dobta, të varfra, të varura nga Allahu subhanahu wa taala, prandaj ato kanë nevojë gjithmonë për udhëzimet e Allahut azza wa jall. Dhe Allahu subhanahu wa taala për këtë arsye shpalli librat dhe dërgoi profetët. Pra, besimtari, muslimani dhe muslimania e beson se Allahu subhanahu wa taala ka shpallur libra profetëve dhe këto libra i ka shpallur me besnikëri. Engjëlli, domethënë i ka sjell nga Allahu subhanahu wa taala engjëll ose meleku, domethënë Xhibril alayhis salam, dhe së fundmi ja dërgoi profetit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam Kur'anin. Librat janë të shumë që ka zbritur Allahu subhanahu wa taala, ndërmjet kryesoret, domethënë janë Teurati, Ungjilli, Zaburi dhe Kur'ani. Pra, dhe ato Suhufu Ibrahim e tjerë, pra të gjithë librat e Allahut subhanahu wa taala janë shumë, por se këto janë më kryesoret. Dhe së fundmi Allahu subhanahu wa taala i përmblodhi të gjitha shpalljet e tij në Kur'anin madhështor, i cili është fjala e Allahut azza wa jall, mrekullia e vazhdueshme që do të jetë me njerëzimin, dhe ai që ndjek rrugën e Kur'anit dhe ligjet e tij dhe ndjek porositë e tij, kurrë nuk ka për të larguar nga rruga e drejtë dhe gjithmonë do të ketë pranë ndihmën e Allahut azza wa jall. Pra besojnë të gjitha librat e Zotit subhanahu wa taala, por në mënyrë të veçantë dhe në mënyrë me përkushtim të plotë do të besuar në librin e fundit. Ai që nuk beson në librin e fundit që ka zbritur Zoti subhanahu wa taala, ai ka mohuar të gjitha librat e Zotit. Dhe ai që pretendon se ndjek një libër tjetër veç Kur'anit, duke pretenduar se domethënë pason tjetër profet, ta di se ai ka mohuar të gjitha librat dhe edhe profetët që ai pretendon se ndjek, nuk i ndjek dhe nuk i pason dhe nuk ka besuar vërtet ashtu si duhet. Pra, duhet besuar Kur'ani, sepse ata Allahu subhanahu wa taala ka dhënë fjalën se do ta ruaj nga çdo ndryshim dhe tjetërsim dhe nga çdo manipulim që mund të kryejë duart të krijesave. Ndryshe nga çka ndodhur me librat e parë, të cilët ai u la detyrë që t'i ruajnë krijesat, t'i ruajnë pra njerëzit e dijshëm, që sigurisht nuk arritën që ta plotësojnë ashtu si duhet ose që ta realizojnë tërësisht amanetin e Zotit. Ndërsa këtë Kur'an, Zoti subhanahu wa taala ka për ta ruajtur, prandaj është i ruajtur deri në ditën e gjykimit. Dhe askush nuk mund të luajë me të dhe nuk mund të ndryshojë diçka prej tij apo të tjetërsojë ndonjë qoftë edhe një gërm apo një fjalë prej tij. Pastaj duhet besojnë o rusulihi, pra dhe profetët. Gjithë profetët janë besnik, janë të pastër, janë të zgjedhur, janë të ruajtur. Ata kurrë nuk mund të bëjnë gabime të mëdha, sidomos kur kanë lidhje me shpalljen. Ata janë të ruajtur pra nga gabimet, janë të ruajtur, janë masumin nga gabimet të mëdha, nga kufri dhe shirku, nga idhujtaria dhe mohimi i Zotit subhanahu wa taala. Pra, ne do i besojmë profetët si besnik të Zotit subhanahu wa taala, ata kurrë nuk mund të devijojnë dhe mund të shtrembrojnë shpalljen e Zotit, ata e përçojnë me besnikëri shpalljen e Zotit dhe porositë e tij dhe ishin njerëzit më të përkushtuar në zbatimin e fesë Allahut azza wa jall dhe transmetimin sa më qartë të kësaj feje tek krijesat. E pra këta ishin profetët e Zotit. La nufarriqu baina ahadin minhum min rusuli. Gjithashtu në cilësi e besimtarëve që ata nuk bëjnë ndryshime dhe nuk bëjnë dallime për sa i përket pranimit ose jo të profetëve. Sigurisht, një musliman i vërtet i beson të gjithë profetët dhe padyshim profetin e fundit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ai që mohon një profet vetëm, ai ka mohuar të gjithë profetët. Prandaj besojmë të gjithë profetët, gjithë i respektojmë dhe nuk pranojmë informacione dhe lajmet pa baza të cilat do të shtrembrojnë figurën e profetëve dhe i paraqisen ata ndryshe nga që ishin të vërtetë. E pra ata janë njerëz të zgjedhur, të cilët Zoti subhanahu wa taala i zgjodhi mes njerëzve për të besuar shpalljen e tij, pra si besnik të shpalljes së tij ndër njerëz.
Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Pasi na dha këto fjali dëftuese, pra që na tregojnë për cilësitë e profetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe besimtarët e vërtet që besojnë saktësisht në të gjitha kushtet e imanit, atëherë Allah subhanahu wa taala na tregon cilësitë e besimtarëve dhe fillon të na mësojë disa lutje, të cilat ne duhet që t'i themi dhe vërtet për tyre kemi për të përfituar shumë. Së pari, Allah subhanahu wa taala na njofton që besimtarët e vërtet gjithmonë janë të bindur dhe të dëgjuar. Gjithmonë dëgjojnë me kujdes porositë e Zotit, se ata thonë gjithmonë dhe vazhdimisht sami'na wa ata'na. Dëgjuam dhe u bindëm. Dëgjuam lajmet që na zbriti Zoti subhanahu wa taala nëpërmjet Kuranit dhe profetit sallallahu alaihi wasallam, i besuam ato që janë të vërteta nga Zoti ynë, i lutëm Zotit që të mundemi të zbatojmë sa më mirë dhe jemi të bindur dhe përpiqemi që të zbatojmë maksimalisht sa të mundemi prej tyre. Por megjithatë, ka hapësirë për gabime. Normalisht që robi është i krijuar dhe është i prirur që të dalë jashtë kufive, është i prirur që të jetë ignorant dhe i padrejt. Prandaj Allah subhanahu wa taala ka lënë hapësirën e kërkimit të faljes dhe na mëson që të themi ghufranek. Pra o Zot na fal, ghufranek rabbana wa ilayka al-masir. O Zot na fal gjunafe tona sepse tek ti është kthimi. Pra një besim i sinqert që do të vijë dita e ringjalljes, dita e llogarisë së madhe, ku të gjithë do të llogaritemi tek Allahu azza wa jall. Pra Allah subhanahu wa taala na mëson se si të lutemi, të kërkojmë falje, na tregon mënyrën se si të futemi mes robërve të zgjedhur, pra me besim të sinqert dhe vazhdimisht me kërkim falje dhe pendim të vazhdueshëm tek ai. Dhe pastaj Allah subhanahu wa taala vijon me disa ajete të mrekullueshme që tregojnë madhështinë e kësaj feje dhe faktin se ajo është e kompletuar, e plot dhe nuk ka nevojë për asnjë shtesë ose paksim. Thot Allah subhanahu wa taala: La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Pra Allah subhanahu wa taala nuk ngarkon askënd për te mundësive të tij. Kjo është cilësia bazë e fesë islame. Allah subhanahu wa taala këtë fe e ka ndërtuar mbi kriteret e qarta, të cilat sigurisht që synojnë t'i ofrojnë robërve të gjitha mirësitë e dunjas dhe ahiretit, dhe t'ua lehtësojnë dhe t'ua mundsojnë atyre në rrugët më të thjeshta, më të mira, më të bukura dhe më të dashura për t'i arritur ato. Kjo fe i mundson robërve nëpërmjet rregullave dhe dispozitave të saj që ata të ruhen nga çdo e keqe dhe domethënë fatkeqësi e kësaj dhunjaje dhe ahiretit, me rrugët më të mira. Gabon ai që mendon se feja islame është një fe e vështirë, e ngarkuar me detyrime dhe përkushtime. Jo vallahi. Kjo fe është ndërtuar mbi rregulla të mrekullueshme që thjesht kërkojnë lehtësimin e gjendjes së robit dhe kërkojnë që Allah subhanahu wa taala gjithmonë t'u lehtësojë robërve të tij. Sikur se thot Allahu azza wa jall në ajete të shumta kuranore kur thot Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah subhanahu wa taala do për ju lehtësimin dhe nuk do për ju vështirësinë. Pra Allahu azza wa jall me gjitha ligjet që ka shpallur sigurisht kërkon të na lehtësoj dhe të na tregojë sa më bukur sa më qartë rrugën drejt tij dhe lumturisë së dunjas dhe ahiretit. Prandaj dhe ky ajet na tregon këtë bazë të kësaj feje madhështore kur thot la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nuk ngarkon Allahu subhanahu wa taala askënd përveç se ai sa ka mundësi dhe ai sa i ka dhënë Allahu azza wa jall. Prandaj dhe në kushtet e jashtëzakonshme edhe ajo që është haram është ndaluar, bëhet e lejuar për robin, pra në kushte kur cënohet jeta e tij, kur cënohet, domethënë të gjitha ato pesë të domosdoshmet, të cilat ka ardhur sheriati për t'i ruajtur. Pra ruajtjen e fesë, ruajtjen e jetës, të mendjes, pra të logjikës, të pasurisë dhe të nderit. Pra këto janë pesë të domosdoshmet që kjo fe ka ardhur t'i ruajë. Nëse këto cënohen dhe ka vështirësi në zbatimin e kësaj feje, sigurisht që Allah subhanahu wa taala ka lënë hapësirë që të na lehtësojë. Prandaj janë rregulla të shumta të Islamit që në ad-darurat tubihu al-mahdhurat, në rastet e domosdoshme, gjendjet e domosdoshme i bën të lejuara dhe ato që janë të ndaluara, e të tjera si këto raste. Pra kjo fjalë la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, që Allah subhanahu wa taala nuk ngarkon askënd për te mundësive që ka, vërtet tregon një themel madhështor të kësaj feje. Laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Asaj takon ajo që fitoi dhe ajo do të merret përgjegjësi për ato gabime që i kreu vet. Pra secili njeri do të merret në përgjegjësi tek Zoti subhanahu wa taala për të mirat dhe të këqijat e tij personalisht. Pra secili do të shpërblehet për të mirat që i punoi ai
dhe për të mirat që është bërë sebeb dhe shkak që edhe të tjerët i punojnë, por do të merren përgjegjësi për të këqijat e tij, për gjunafe që ai veproi dhe nuk do të merren përgjegjësi për të këqijat që kryen të tjerët, përveç nëse është bërë sebeb ose shkak që ai domethënë të bëjnë këto të këqija. Pra Allahu subhanahu wa taala askujt nuk i bën padrejti, por se me mëshirën e tij shpërblen atë që bën punë të mirë dhe ja shton nga bujaria e tij. Kurse atë që bën të këqija shpërblen me aq sa ka punuar dhe Allahu subhanahu wa taala ka premtuar falje për çdo që kthehet, pendohet sinqerisht dhe i përkushtohet atij me adhurime. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. O Zot, na falne, la tu'akhidhna, mos na merr në përgjegjësi, in nasina aw akhta'na. Nëse ne gabojmë, nëse ne harrojmë ose gabojmë. Edhe kjo është një rregull i mrekullueshëm i kësaj feje madhështore. Allah subhanahu wa taala nuk merr në përgjegjësi nëse robi vepron diçka të gabuar duke harruar, pra në momente harrese ose duke qenë i pavetëdijshëm dhe duke gabuar. Pra Allah subhanahu wa taala ka ngritur lapsin dhe nuk shkruan, sikur se ka ardhur kjo në hadith nga profeti sallallahu alaihi wasallam, për ata persona të cilët veprojnë diçka gabim në gjendje harrese ose duke qenë gabuar. Rabbana wala tahmil alejna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Pra pasi na tregoi cilësitë e kësaj feje për sa i përket ngarkesave dhe detyrimeve që kemi ndaj Allahut azza wa jall dhe faktit se këto ngarkesa janë të lidhura ngushtë me aftësinë dhe mundësitë që kemi, Allahu subhanahu wa taala vijon që tregoi edhe disa cilësi të tjera madhështore të kësaj feje, me cilin e ka ngarkuar profetin e fundit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, por që do të jenë subjekt i pjesës së dytë të këtij emisioni. Elusi Allahun subhanahu wa taala të na jap mundësi që të mësojmë fen ton dhe të na ndihmojë që ta zbatojmë atë sa më mirë. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Kështu pra kjo fe madhështore e ka bërë Allahu azza wa jall një fe të kompletuar, një fe larg çdo vështirësie dhe ngushtimi, madje përkundrazi një fe e çlirimit, një fe e cila e bën robin të lirë nga çdo nënshtrimi dhe përujësie vetëse ndaj Allahut subhanahu wa taala, dhe duke i dhënë atij hapësira të pafund lehtësisht dhe mirësisht që i ofron Allahu azza wa jall nëpërmjet kësaj feje. Pra Allahu subhanahu wa taala, sikurse u shpjegua në ajetin në pjesën e parë, na mëson se si ne të lutemi dhe t'i drejtohemi atij për lehtësime. Dhe ka premtuar se do t'i plotësoj këto lutje tona. Allah subhanahu wa taala thot: Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. O Zot, mos na merr në përgjegjësi nëse ne harrojmë, pra kryejm gabime nga harresa jon ose bëjmë diçka gabimisht, duke menduar se është e saktë. Pra gabojmë për sa i përket perceptimit dhe kuptimit të gjërave dhe i gabojmë tek Allahu subhanahu wa taala gabimisht, bëjmë gjunafe gabimisht. Pra dhe kjo është një mësim i vyer që na jep Allahu subhanahu wa taala dhe një premtim se do të na fal gjunafet tona nëse i kryejm ato gabimisht. Kështu pra, nëse dikush gabon në një aspekt të caktuar nga harresa ose nga padituria ose nga padituria e tij, Allahu subhanahu wa taala fal. Po sigurisht që ka dhe gabime të cilat kërkojnë disa vepra të cilat duhet i kryejë robi, dhe gjitha këto janë shpjeguar në librat e fikut, pra në librat e jurisprudencës islame, dhe për çdo rast flitet në mënyrë të veçantë, por përgjithsisht në këtë fe Allahu subhanahu wa taala, nëse gabohet, domethënë nga harresa ose nga padituria dhe gabimisht njeriu bie në gabim, elhamdulillah tek Allahu subhanahu wa taala ai nuk ka asnjë farë gjunahu, por se ka përgjegjësi ose detyrime të tjera që janë përcaktuar hollësisht pra në librat e ligjeve islame. Në vijim Allahu subhanahu wa taala thot, duke na mësuar se si të lutemi, pra Rabbana wala tahmil alejna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. O Zot, mos na ngarko neve peshë dhe rëndesa ashtu sikurse u ngarkuan ata që ishin para nesh.
Në të shkuarën, nëse dikujt pra i binte papastërti në rrobën e tij, ka pas gjykime ose ligje të cilat ajo rrobë nuk pastrohej vetëse duke e prerë, duke e larguar pjesën e bërë pjesë pra me papastërti, duke e prerë dhe duke e hedhur atë pjesë. Kurse në fen tonë Allahu subhanahu wa taala na ka urdhëruar që thjesht ta pastrojmë atë me mënyrat e përcaktuara nga ai, me ujë ose me mënyra të tjera që janë përcaktuar hollësisht në ajete kuranore dhe në hadithet profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo fe nuk është një fe e cila e vështirëson njeriu, por as edhe një fe e cila lejon dhe i hap dhe ja lë dizgjin zgjidhur njeriu që ai të lëshohet dhe domethënë pa freno i shfrenuar pra të largohet nga dispozitat e Zotit. Pra, vërtet ligjëroi një ligj të tillë që e pastron rrobën nëpërmjet mënyrave të pastrimit, duke u larguar nga vështirësia e popujve të shkuar që e prisnin në vendin që ishte e papastër, por edhe nga ana tjetër nuk e ka lejuar fare që nuk ka asnjë lloj papastërtie, të gjitha janë të pastërta, qoftë në drejtim të asaj që hahet, pihet apo vishet e tjera nga këto dispozita. Pra, kjo fe është fe e mesatarisë, pra fe e mesme, dhe Allahu subhanahu wa taala na ka mësuar që ne të qëndrojmë besnik porosive të tij, sepse ajo është rruga më e mirë. E pra, Allahu subhanahu wa taala na mëson që ne të lutemi që të drejtojmë Allahut azza wa xal me këtë lutje, pra o Zot mos na ngarko ne me peshë të rënd dhe mos na ngarko me dispozita të vështira, të cilat ashtu sikurse u veprua me ata popull që ishin para nesh. Sigurisht që këto dispozita për popull që ishin para nesh, Allahu subhanahu wa taala i vendosi në formë dëshkimore për ta. Sepse Allahu azza wa xal normalisht dhe në kushte normale, çdo gjë që Zoti xhaleshanu urdhëron, e urdhëron sepse ajo është e mirë, dobiprurse dhe sjell dobi për individin, familjen dhe shoqërinë. Dhe e ka ndaluar sepse ajo është e dëmshme në gjitha këto aspekte. Kurse në formë dëshkimore, Allahu subhanahu wa taala mund të urdhërojë disa urdhëresa dhe mund të ndëshkojë me disa ndëshkime popujt caktuar, por kjo nuk ndodh në ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nëse ka ndodhur më përpara në formë dëshkimore, kjo ka ndodhur dhe është mbyllur ai kapitull, ndërsa në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe këtej që me shariatin e fundit që zbriti Zoti xhaleshanuhu, çdo urdhër që është dhënë sepse ajo e urdhëruara është e mirë, e këndshme, e pastër, e dobishme, e dashur dhe dobiprurse për krijesat. Dhe është ndaluar diçka sepse ajo është e pisët, e dëmshme dhe dëmsjellse për krijesat, prandaj dhe Allahu subhanahu wa taala ka ndaluar. Ja pra kështu është feja jonë e mrekullueshme dhe Allahu subhanahu wa taala vërtet e ka pranuar lutjen që i drejtojmë besimtarët, pra me këtë lutje që na ka mësuar, pra Zoti i Madh mos na ngarkon ne me peshë të rënd, pra me dispozita të vështira, ashtu sikur se ndodhi me ata që ishin para nesh. Por se kjo lutje përmbledh edhe diçka tjetër. Pra Zoti mos ta ngarkon ne me peshë të rënd, qoftë edhe me sprova të vështira, qoftë edhe me vështirësi ose fatkeqësi të cilat ne nuk i mbajmë dot. Pra është një lutje që në fundit Allahu subhanahu wa taala është përgjigjur dhe ka përmbushur dhe Allahu azza wa xal nuk e ngarkon askënd për te mundësive që ai ka. Faktikisht në kohën kur zbritën disa ajete kuranore, pra ajetet para këtyre dy ajeteve, ku Allahu subhanahu wa taala thot lillahi ma fi samawati wal ard, Allahu janë qiell, ajo që është në qiell dhe në tokë. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah. Edhe nëse ju e shfaqni ose mbani fshehur atë që keni në shpirtrat tuaj, ka për t'ju marrë në përgjegjësi Allahu subhanahu wa taala. Pra këto ajete kur zbritën këto ajete, sahabët ndihen shumë vështirësi, sepse thanë vërtet Zoti ynë do të na marrë përgjegjësi edhe për ato që vërtiten në shpirtrat tona, se shpesh njeriu ndjen vezvese, ndjen mendime jo të mira që vërtiten në shpirtin e tij. Dhe nëse ai do të merren përgjegjësi për të gjitha këto mendime, vërtet kjo është diçka shumë e madhe dhe vërtet e frikshme. Prandaj dhe ata menduan dhe ta pyesin profetin sallallahu alaihi wasallam dhe t'i kërkojnë atij diçka. Pra vërtet Zoti na marr përgjegjësi për ato që ne ato gjëra që vërtiten në shpirtrat tan, profeti sallallahu alaihi wasallam i zemëruar me reagimin e sahabëve, e shokëve të tij dhe për të mësuar atyre se si duhet i trajtojnë urdhëresat e Zotit subhanahu wa taala dhe dispozitat që ai zbret tek ata, ai u drejtohet dhe thotë që edhe ju bëni siç bën popujt e parë, pra dëgjuam dhe nuk u bindëm dhe koklavitni çështje dhe i vështirësoni ato me pyetje dhe kërkesa të pakuptimta, thoni dëgjuam dhe u bindëm. Pra i urdhëroi profeti sallallahu alaihi wasallam në një moment domethënë zemrimi dhe vërtet
ata, domethënë sahabët e tij, ai populli i zgjedhur që Zoti subhanahu wa taala e zgjodhi mes gjithë popujve të tjerë për shoqëruar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, vërtet ata thanë sami'na wa ata'na, o Zot dëgjuam dhe u bindëm. Prandaj këto ajete vijnë si përgjigje ndaj asaj që ndodhi pra në këtë kohë dhe si përgjigje lutjes dhe kërkesave të këtij umeti të mrekullueshëm. Pra Allah subhanahu wa taala nuk ka për na ngarkuar më shumë se sa ne mbajmë. Lutja tjetër që vjen më pas, që ne mëson Allah subhanahu wa taala është Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Pra edhe një përforcimi i asaj, o Zot, mos na ngarkojmë atë që nuk kemi fuqi ta përballojmë. Dhe Allah subhanahu wa taala tha laqad fa'alt e bëra. Pra Allah subhanahu wa taala nuk do na ngarkojë më shumë dhe ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Pra mëson Zoti që o Zot na fal gjunafet tona, na mbulo të metat tona, na mëshiro. Pra kërkim falje, mulim të metash, kërkesë për mëshirë, warhamna anta maulana. O Zoti i Madh, ti je i dashuri ynë, ai të cilët ja kemi lënë në dorën e tij të gjitha çështjet tona, anta maulana. Pra në dorën tënde janë të gjitha çështjet tona dhe ne jemi të kënaqur që të gjitha çështjet tona të jenë në dorën tënde. Anta maulana fansurna 'ala al-qawmi al-kafirin. Dhe na ndihmone o Zot kundër një populli që është mohues dhe nuk di dhe nuk i njeh kufijtë tu. Pra o Zoti i Madh, mos na lënë në mëshirën e atij që nuk ka mëshirë për ne, por se na përfshi me mëshirën tënde. Mos i bëj shkak gjunafet tona që të mallkuarit armiqt armiqt e fesë islame të godasin pa mëshirë mbi ne, por se na e falën e mbulo ato të meta o Zoti i Madh, na udhëzoj që të punojmë punë të mira, që të fshin të këqija tona. Elusallahu subhanahu wa taala që vërtet ne të përkushtohemi dhe të besojmë ashtu sikur sa ai dëshiron. Të kërkojmë falje dhe mëshirën e tij ashtu sikur sa ai kënaqet, jo vetëm me fjalë, por edhe me ndjenja dhe vepra. Nëse Allah subhanahu wa taala të na udhëzojë në rrugën e drejtë dhe të na bëj të udhëzuar dhe udhëzues. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahi al-azim li wa lakum wa li sa'iril mu'minin. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم